Partia Demokratike do të nisë me kundërshtimin e buxhetit të vitit 2016 sezonin e protestave për largimin e qeverisë. Vendimin e marrë në mbledhjen e kryesisë së partisë më të madhe në opozitë e bëri të ditur vetë kryetari Lulzim Basha pas takimit që u zhvillua me dyrë të mbyllura. Basha tha se të njëjtën e 17 dhjetorit opozita do të kundërshtojë brenda sallës së parlamentit me deputetët dhe jashtë saj me qytetarët miratimin e buxhetit që ai e konsideroi katastrofë kombëtare. Këmbanat bien për qytetarët shqiptar për një bashkim të madh të njëjtën me datë 17 para Kuvendit të Shqipërisë, ku banda kriminale në pushtet që mbylli me ligj hetimin e vjedhjes më të madhe, vjedhjes së shekullit për 600 milion eurosh, dëshiron të rikuperojë këto para, duke u vendosur shqiptarëve taksa të reja. Të njëjtën brenda në parlament, banda e kusarëve do të mundohet të konfirmojë me kartona të shurdhme mece të deputetëve të pakicës oligarkike në Shqipëri, atë që shumica shqiptarëve, demokratë, socialistë, pa parti nuk e duan. Një buxhet konfirmimit krizës, një buxhet konfirmimit dështimit kësaj qeverisje, një buxhet konfirmimit katastrofës kombëtare. Duke artikuluar qartë dhe fort kërkesën për një qeveri teknike që të çojë vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, Basha zbuloi edhe vendimin për një sezon të pandalshëm protestash. Ky është vendimi i kryesisë Partisë Demokratike. Sezoni protestave nis për të mos u ndalur deri në largimin e qeverisë Rama-Meta. Duke bërë thirrje për pjesëmarrje, Basha tha se protestat bashkë me qytetarët do të vijojë derisa qeveria të kuptojë se nuk i përfaqëson më shqiptarët.